Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në një tjetër video në kanalin tim. Ne jemi bërë gati, unë dhe Jasona, dhe do dalim, do ikim pak në pazar. Është dita sot dhe do ikim vetëm me karrocë. Jo se kemi shumë larg, vetëm me raku se mund të ngrindet Jasona, por e lash fleti tani u zgjua dhe u shqye dhe është në rregull. Burrin e kam në punë dhe nuk mund të më ndihmoj sot që të paktën të na çonte ose të na mirte, por s'ka problem. Edhe po, jemi bërë gati, do marrë dhe çantën edhe pastaj do ikim që mos të vonohemi sepse do marrim dhe ajnën sot vetë, kështu që do kemi shumë punë, do vit paktën dhe të gatuaj. Nuk e thash sot është dita e datëlindjes time. Jam një vit më e madhe sot. Po. Nuk se do bëjmë ndonjë gjë të veçantë, mund të blejmë një tortë edhe kaq sepse është ditë javë dhe burri është në punë, ai lan kopësht dhe nuk kemi ç'a bëjmë. Nuk kemi shumë që jemi kthyer unë edhe Jasona në shtëpi. Edhe po, bëra disa pazare të shpejta sepse e dje që do grinde, ishte i vogël edhe lodhe, dihet ajo. Kështu që po mora, po a tregoj tani shpejt pazare se çfarë kam bler dhe pastaj të bëj gati Jasona, të ndërroj dhe bluzën se ma bëri pis Jasona. Edhe të ikim të marrim ajlën. Kështu. Mora qep edhe patate sepse më kishin mbaruar fare. Një sallat jeshile. Mora nga këto hurmat, s'po i ngrë tani të gjitha. Si gjithmonë shumë banane sepse kishim ngel fare sot dhe një të fundit kishim edhe i kishim mbaruar të gjitha. Tjetër kam marrë këtu brokoli edhe karota. Ka marrë një nga kjo lakra vishnje. Këtu kam kunguj edhe majdanos. Panxar. Këto preshat. Edhe këto më duket se kisha marrë. Pa tregova të gjitha më duket. Duke kaluar atje shpejt, një zonjë shiste me 2 euro disa rroba të përdorura. Edhe pash këtë bluzën me kopsa. Është kjo ngjyra që më pëlqen edhe mua më shkon shumë. E kam zbuluar tek fustani që kam marrë pagëzimin e fëmijëve. Edhe ishte 2 euro, edhe po mos të më bëj të më rri pak e madhe, mund ta vesh 2-3 herë edhe t'ja jap mamit ose mos ta vesh asnjëherë, do shikojmë. Më duket se kishte edhe një njoll të vogël dhe kur erdha këtu e pash. Më duket një të vogël fare, ja këtu. E të shikojnë, do t'a laj dhe të shikojnë nëse do iki. Mirëmëngjesi nga dita tjetër e vlogut. Sa jam ulur që të pi pak kafe, po shikoj edhe një vlog të një vajze të huaj. Edhe po, më erdhi dhe një pako, në fakt shkova e mora unë tek posta, por për momentin po luan Jasona, po për plazduar atje dhe nuk po ma lë që t'ua tregoj. Kam marrë disa gjëra për fytyrën edhe jam shumë kurioze që t'i hap sepse nuk mbaj mirë mend se çfarë kam marrë fiks fare, por 2-3 produkte i di. Akoma po luan me të, nuk po më lë fare që ta marr. Në sfond kemi dhe makinat e Jasonas, fiksimi i tij makinat janë edhe nuk e di, në vlog gjatë vlogjeve të mia do të shikoni shpesh rreth e rrotull makina, sepse nuk e di, vetëm ato pëlqen të luaj. Do ja japësh mami. Ja pakua, por do qaj Jasona, kështu që do ta hap shpejt të nxjerr gjërat që kam edhe pastaj t'ja jap të luaj sepse vendos duart tu dhe ngrihet dhe prandaj e do. Kështu që shpejt pa u grindur se u habit kur vajta ja mora.
Hajde, do t'jap mami këtë. Do t'jap mami kuti, mos shaj. Mirë? Gjithmonë vendosin këto qeset me avull për mbrojtje të heqësikës sepse është i vogël edhe. Urdhë, Jasona. Urdhë. Hajde luaj me letë, në të ndër. Nëzora të gjitha që mos të kemi probleme, që t'ja marrë prapë, kështu që po. Tani, kam marrë një vitamin C nga The Ordinary. Unë e kam përdorur dhe është shumë e mira për akne, sidomos. Është pak e fortë si vitamin, por dhe do krem dielli patjetër të fortë. Mua më pëlqen jashtëzakonisht shumë dhe këto kohë kam shumë akne, nuk e di pse dhe nuk më ikin. Kështu që sepse zakonisht unë kam patur 2-3 dhe më largoheshin mbas 3 ditësh. Dërsa tani jo. Kështu që e rimora përsëri këtë. Meqense se kam dhe shumë kohë pa përdor vitamin C, edhe nga Shtazania nuk kam dashur të përdor shumë produkte, edhe pastaj nga Gjithënia, përdorja vetëm krem dielli edhe hidratant, kështu që tani mendoj meqense Jasona për një muaj bën 1 vjeç, nuk ka problem që të përdor ndonjë produkt tjetër. Kështu që mora këtë. Tjetër ka marrë një gel për vetullat nga NYX. Unë e kam këtë, por e kam pa ngjyrë, se këtë radhë e kam marrë me këtë ngjyrën. Do shoh nëse do më pëlqej apo jo. Tjetër ka marrë dhe mask për sy me vitaminën C. Janë 5 sop. Kështu që do t'i provoj, nuk e kam provuar asnjëherë këtë film, të shikojmë. Tani, ka marrë një fondatin, sepse më kishte mbaruar rimja, edhe mendova të provoj këtë të L'Orealit, sepse flitet shumë mirë për të. Uroj të ke marrë ngjyrën time, nuk po e hap tani, mendoj do t'ja tregoj pak më vonë se si më rri. Unë nuk para përdor fondatin, më shumë përdor BB cream ose krema dielli me ngjyrë, por ta kem dhe këtë sepse do më duhet. Dhe e fundit është një krem dielli me ngjyrë. Uroj të ke marrë. E kisha parë tek një vajzë në Shqipëri që shiste, edhe unë e porosita këtu sepse në Greqi janë shumë herë më lirë dhe nuk më leverdis kotë të marrë në Shqipëri. Janë 2 fishin e çmimeve. Edhe është ky modeli kështu. Ja ku është kjo? Uroj që të jetë ngjyra ime, sepse kam marrë një herë një të Avenit, edhe ja kam dërguar më duket kushërire sepse nuk bënte punë për mua. Kështu, kjo është nga Uriazh, se si e ka kjo. SPF 30 në rregull është për tani në dimër, kështu që nuk më duhet 50 dhe është për të gjithë tip lëkuret, llojet e lëkureve. Kështu. Do ta provojmë dhe këtë, edhe të shohim. Këtë do besoj do ta provojmë që sot, që të shikojmë se si është, jam shumë kurioze. Unë në fakt kisha marrë një tërt, më duket ka ajo e kuqja. Ajo është fondatin, ajo nuk e di po ka krem dielli brenda. Ajo ishte fantastike. Ishte koreane. Është aziatike, po është fantastike. Edhe kisha marrë vetëm atë mini size, nga që doja ta provoja një herë. Dhe më ka pëlqyer shumë, por meqense doli kjo, të provoj dhe këtë, pastaj do marr atë. Kështu. Këto janë. Tani më kanë dërguar dhe një zarf, nuk e di çfarë është, të shohim. Notin, ose në notin o i marrën gjithmonë këto. Okej, janë letra besoj me oferta, edhe me reklama, me minus 25%, me 5%. Kështu, këto ishin dhe gjërat, mendova se më kishin dërguar dhe kështu dhurata, sepse
se çfarë tregonte që po të mija diçka do mija një palet faras, nuk e di pse se ka dërguar, por nuk ka problem. Po iki që të ndej disa rroba tani, sepse i kam larë edhe të rridhe këtë balkoni, se po grindet. Jo. Sa pa organizova pak këto këpucët, atletet, sandalet, këtu nuk janë të gjitha që kam, por kështu dolën. Kjo nuk është as ndonjë organizuesi, nuk është as ndonjë material shumë i forti, por për më mirë se sa me kartona dhe janë shumë herë më mirë kështu. Edhe unë do ta kem më të lehtë që t'i lëviz kur pastroj. Besoj se do shikoj për ndonjë material më të fortë dhe të porosisë të tjera që t'i kem për çizmet, për atletet, se kam dhe disa të tjera dhe po. Mirë mëngjesi nga dita tjetër. Ne kemi dalë, kemi ardhur në buzë të detit që të pim kafe dhe të luajnë dhe pak fëmijët këtu. Vim këtu sepse dhe Jasona është i lirë dhe mund të prek dhe në tokë të gjitha. Prandaj vim. Edhe po. Doja t'ju tregoja pak që kam përdorur pak ato produkte që bleva që u tregova dje. Gjeli vetullave që ishte me ngjyrë. Mirë, nuk është se kishte ndonjë ngjyrë kush e di se çfarë, por më pëlqeu sepse nuk e linte ngjyrën lartë të dukshme. Kam bler një të njëjtë esencë edhe ngjan shumë keq, ndërsa kjo është më mirë. Ndërsa ajo pudra me SPF, ja si është, më pëlqen. Të paktën akne të pak ka shumë i mbulon, jo komplet, por mirë duket, nuk është nuk e di. Nuk është keq. Nuk e di po ju keni përdorur ndonjëherë kremrat të firmës Uriash, por më shkruani sepse dua të blej dhe kremin e diellit të kësaj. Ndoshta dhe hidratant, nuk e di çfarë ka, të shikoj se çfarë kremrash ka dhe ti blej që ta provoj këtë firmë, sepse nuk e kam provuar asnjëherë, është produkti i parë që blej në jetën time të kësaj firme. Edhe kështu. Jasona ne ka zënë gjumi dhe kështu jam e detyruar që të preste makina sa të zgjohet, sepse po ta marr, zgjohet direkt. Kështu që unë burri me ajlën kanë vajtur e po rrin aty. Dosa unë të përfitoj, të pi disa foto sepse kam veshur dhe këtë bluzën e verdhë që bleva në të përdorura dhe me besoni iku dhe ajo shenja dhe është fantastike. Shumë e bukur dhe më shkon jashtëzakonisht shumë. Kështu që po mendoj të bëj foto me këtë bluzën që të kem, nuk e di po do më pëlqejnë për në Instagram, të shohim. Edhe kështu. Akoma jemi në det, do ikim për pak. Po është mirë, është ngrohtë edhe është qetë edhe fëmijët po kënaqeshin, prandaj nuk kemi ikur, kemi ndonjë orë, 2 orë këtu. Edhe unë po pi kafen. Burri ka marrë fëmijët edhe po u bën një xhiro të vogël që pastaj do ikim. Që të gatuam, akoma nuk e di se çfarë, por do shohim në shtëpi. Edhe po, kështu.